Kantautori Mjallaq Andrea vjen para lexuesit me librin e tij të katërt, duke vijuar një rrugtim krijues, që nis me dorëshkrim i pambaruar, vijon me Margarita, deputeti, dhe konsolidohet me librin me tregime 22 ëndra. Në këtë vepër të re, autori zgjedh formën e tregimit metaforik, ku ëndra shndrohet në gjuhë rrëfimi dhe në pasqyrë të botës së brendshme. Përmes simbolikës dhe një stili me ngarkesë poetike, autori trajton tema universale si koha, kujtesa, vetmia, dashuria dhe kërkimi i vetvetes. Pata një ndikim me dikush që fillova të shkruaj këtë libër me tregime. Në 22 ëndra, siç edhe unë kam titulluar. Ka dhe satirë brenda, ka dhe humor. E mendoj është mirë, ka edhe një domethënie natyrisht. Promovimi i librit u bë në ambientet e bibliotekës së qytetit si një organizim i klubit Inner Wheel. Elda Zavalani, antare e klubit, thos se ashtu si në krijimtarinë muzikore të Andreas, dhe në këtë libër ndihet ritmi i fjalës dhe qetësia reflektuese e mendimit. Është një penë e veçantë, ka atë mendjen e tij, është një autor që niset nga vetvetja për çdo gjë, nga ndjesitë e veta, nuk është se kopjon ose nuk është se imiton të tjerët, ka pak çmenduri si të gjithë artistët, por kjo i shkon për shtat. Prandaj që më pëlqen shumë. Libri i katërt i Mjallaq Andreas shënon një pjekuri artistike dhe një qasje më të thelluar ndaj tregimit, duke e kthyer leximin në një përvojë më shumë për t'u ndjesh sesa thjesht për t'u lexuar.